Alba Story prezanton. Mirdita, jam një burr në pension dhe jetoj në fshat. Fshati jon nuk është shumë i madh. Qendra e vërtetë e fshatit, aty ku bëhen të gjitha muhabetet dhe ku mblidhen të gjithë, është e vetmja shitore që kemi. Atë dyqan e mban një grua rreth të 40-ave. Të them të vërtetën, ajo është një grua shumë e bukur. Është gruaja më e bukur që kemi në fshat. Është pak e bëshme, por me një trup shumë të rregullt dhe e mban veten jashtëzakonisht mirë. Nuk e gjen kur pa u lyer. Flokët i mban gjithmonë të kapura pas qafe dhe vishet me rroba të ngushta që e tregojnë shumë mirë. E për shkak të saj, ajo shitore ishte plot gjithë ditën. Çdo burr apo djalë që hynte për të blerë 1 kilogram sheqer apo një buk, e zgjaste biseden pa fund. Rrinin aty, e bënin lloj-lloj pyetje shkoti, vetëm e vetëm që të kishin mundësi të komunikonin pak me te. Unë e kisha shtëpinë time mjaft larg shitores, në anën krejtësisht tjetër të fshatit. Rruga ishte e gjatë dhe pleqëria e bënte veten, por unë e bëja atë rrugë çdo ditë pa përtesë. Përpara shitores ishte një teracë e vogël me një tavolinë plastike dhe disa karrige. Sa herë shkoja, merrja një lëng frutash për të pirë dhe ulesha aty jashtë me orë të tëra. Me lodhte rruga mjaft, ndaj e kisha edhe si justifikim për të pushuar. Nga ajo karrige ku ulesha, unë vëzhgoja gjithçka. E kisha inat kur shihja komshenjtë e tjerë që i vardiseshin apo e ngacmonin me fjalë. Bëhesha xheloz sepse në mendjen time unë doja atë grua vetëm për vete. Doja të isha i vetmi që kisha vëmendjen e saj. Edhe ajo kishte një simpati për mua. Nuk ishte ndonjë pëlqem, por sillej shumë mirë me mua. Me respektonte ndryshe nga të tjerët. E unë kisha një llogari të hapur tek ajo. Çdo gjë që merrja gjatë muajit, ajo ma shkruante tek fletoria e borxheve të dyqanit. E kur vinte postieri dhe unë merrja pensionin, shkoja direkt e laja borxhin. Por këtë gjë, ajo nuk ja lejonte kujdo në fshat, sepse njerëzit i vononin lekët. Por mua me linte të hyja në borxh, sepse sillem shumë mirë me te, e unë e falenderoja gjithmonë për këtë mirëkuptim, e nga njëherë ja lija ndonjë 5.000 lekëshe apo edhe 10.000 lekëshe ka ndodhur. Por edhe unë e kisha bërë zakon që e ngacmoja çdo ditë kur shkoja aty. Pa e ngacmuar, nuk dija se si të hinja në bisedë më thellë. Çdo gjë që kisha për t'i thënë, ja thoja, e nuk i mbaja fjalët brenda. Sa herë që të shoh ty, unë bëhem më i ri, i thoja asaj. Ti më bën të ndihem sikur të jem 20 vjeç, sikur s'kam asnjë thinjen në kokë. Ajo më dëgjonte, kthehej nga unë dhe ma kthente po ashtu njësoj. Kujdes gjuhën ti, më thoshte ajo. Bëj kujdes me atë gjuhë, sepse ke filluar të më lëshosh llafe për ditë më shumë. Mblidh mendjen, por buzëqeshte. Mi thonte 2-3 fjalë e ikte e vazhdonte punën e saj në shitore. Nuk ta ze për të madhe unë ty, sepse e ken nga pleqëria, më thoshte. Ose te ka goditur vapa në kokë e nuk e di çfarë flet. E kështu shkonte e përditshmja jonë.
Flirtoni me fjalë sa herë që dyqani ishte bosh, sepse unë e dija që ajo nuk donte ta ngacmoja në pranitet e tjerëve, e unë gjithmonë e mbaja veten, vetëm kur ishim vetëm i hidhja ndonjë fjalë. Por unë nuk i ndahesha të racës së saj. Një ditë vere, vapa ishte vërtet e padurueshme. Dielli të diqte, e unë shkova tek shitoria i lodhur nga rruga. Ajo me pa nga xhami që po dirësia, e sa po mbërrita, u ula tek karrigja jashtë. Ajo me njëherë doli tek dera dhe me tha: "Merre atë karrige e hajde rri me mua brenda tek kondicioneri, sepse jashtë është vapë e madhe dhe mos të bëj ndonjë dëm." Unë ngrita, mora karrigen e hyra brenda. E vendosa karrigen në një cep afër banakut ku nuk e pengoja. Kondicioneri punonte e ajri ishte i freskët. Aty ndihesha rehat. Kjo ishte një e drejtë që nuk e kishte asnjë burr tjetër në fshat. Vetëm mua me linte të rria brenda në dyqan pa bler gjë, vetëm për të pushuar. Ndenja aty me orë të tëra, e shikoja teksa shiste, teksa rregullonte raftet, e teksa priste klientët e tjerë që hynin e dilnin. A ditë ndenja shumë, sepse edhe kisha shkuar pak vonë, por koha kaloi shpejt e jashtë u errësua, e u bë ora 9 e darkës. Klienti i fundit kishte kohë që kishte ikur dhe s'po hynte me askush, e ajo po sistemon të arkën dhe gjërat e fundit mbi banak. Pastaj shkoi tek dera jashtme, e mbylli e i vuri çelsin nga brenda. Në shitore, vetëm unë dhe ajo kishim mbetur. Vetëm zhurma e kondicionerit ishte vetmja gjë që dëgjohej, e ajo u kthyen nga unë, e fiku dhe kondicionerin, e u mbeshtet tek banaku dhe me tha: "A me pe çfarë bëra?" "Të mbylla brenda," tha ajo. "Po tani çfarë do bësh?" Sepse mbete gjithë kohën duke folur me gojë e duke u lavdëruar. "Jepi tani, me trego me vepra." Unë s'kisha çfarë të mendoja me gjatë. Unë ngrita nga karrigja ime me njëherë. Me shumë vrull, unë nisa drejt saj për ta puthur në buzë. Por nga vrulli i madh dhe nga nxitimi, nuk e pash një palet druri që ishte lënë aty tek dyshemeja, e unë gatrova keq tek ajo palet. Këmbët nuk më mbajten dhe u rrezova sa gjëre gjatë në tokë. U përplasa mjaft, e ajo e shqetësuar e la banakun e erdhi me nxitim drejt meje. "Qyqja," tha, "çfarë bëre?" E ajo u përkol për të më ndihmuar. Me zgjati dorën që të më çonte në këmbë. Por sa po më kapi dorën, unë nuk u ngrita, por tërhoqa dorën e saj, e ajo nuk e priste, e kishte trupin të liruar, e ul edhe ajo në dysheme pranë meje. Aty në atë dysheme në shitores, unë e putha për herë të parë në buzë, e ajo, duke qeshur, pranoi veprimin tim e filloi të më puthte. U puthëm të dy, e pas disa qastesh, ajo u çua në këmbë, i shkundi rrobat e saj, mori një karrige aty pranë, aty ku kisha qenë i ulur, dhe më ofroi pranë, e ajo u ul në karrige. Pastaj shkova pranë saj. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.